Fitoria e Vllaznisë ndaj Skënderbeut bëri buj jo vetëm për rezultatin brenda 90 minutave, por edhe për disa prapaskena të ndodhura në dhomat e zhveshjeve. Pas disa kohësh që lojtarët nuk merrnin rrogat, udhtonin me nga 7-8 orë me autobus, qetësia erdhi në kampin Kuqeblu. Rrogat u morën, ndërsa si shpërblim për sakrificën e tyre, disa sportdashës dhe miq të Vllaznisë akorduan një shumë parash për futbollistët pas ndeshjes me Skënderbeun. Nga gëzimi thuhet se vjen gjithçka, e sidomos kur bëhet fjalë për para. Një foto e dal nga dhomat e zhveshjes ku shihen disa lojtarë dhe fizioterapisti Haxhaja, duke numëruar lekët, u bë kryefjala të gjitha mediave. Në të gjitha rastet flitej me ironi se në Shkodër plasi festa, por haruan se festa të tilla, edhe më të shfrenuara, kanë ndodhur me një pjesë të mirë të ekipeve shqiptare. Madje lekët hidheshin në ajër e pastaj në tokë, duke u shkelur nga futbollistët, por askush nuk i trajtoi të tilla episode. Harxhoje parë në njeri se parja do harxhu, shëndet të kemi unë dhe ti dhe shpirtin e gëzu, ai që parën fort e man dhe nuk e ka harxhu, gjithë jetën e ka po haram, një dit nuk ka jetu. Gabimi i madh apo i vogël, ky është një tjetër diskutim, por pse të kryqëzohet menjëherë Vllaznia? Ata që i kritikonin nuk kujtohen se këta djem që numëronin lekët që i fituan me djersën e tyre, një pjesë i dhuruan për njerëzit në nevojë. Parat nuk i shkelen me këmbë, por përkundrazit të gjithë së bashku kontribuan për të shpëtuar jetën e një foshnje 8 muajshe nga Korça, qyteti që në radhët e veta ka 5 herë kampionet e Shqipërisë. Konstantin i vogël vuan nga një sëmundje e rëndë si epilepsia dhe rrezikon paralizën, prandaj rasti i tij mori vëmendjen e Kuqebluve. Askush nuk u mor me një veprim të tillë që padyshim është shumë i rëndësishëm dhe një mesazh më i bukur se sa trajtimi ironik i asaj fotoje të dalë nga dhomat e zhveshjes. Lojtarët bën një gest për të vlerësuar dhe meritojnë përgëzime pafund, ndërsa nuk mbetet gjë tjetër veç se të urohen për një sezon sa më të mbar.